politike që nga fillimi fushatës, ajo gjua denigruese dhe fyse që ka pas nga fillimi deri në fund me gjitha partitë, po me theks veçantë ndaj LDK-s dhe qëndrimi i kryetarit Abdixhiku është qëndrim edhe i kryesisë së Këshillit, por edhe i votuesve të LDK-s dhe është një lloj besatimi që po duket se do të rezistoj deri në fund në kuptimin e një lideri partijak politik e që jo detyrimisht duhet jetë vetëm LDK-ja brenda këtij konstelacioni, sepse ka edhe parti tjera, por ka edhe mundësi me numrat që i ka që të gjej zgjidhje dhe fillimisht të ecim tutje me kryekovendarën e pastaj edhe të formohet qeveria e re, siç e dim edhe një qeveri e re çfarë do qoftë me numra nëse është nën 80 të tillë do të prodhoj pasoja pastaj edhe zgjedhore dhe juridike edhe në zgjedhjen e presidentës e cila do të zgjidhet në prill të vitit të ardhshëm, presidentit apo presidentës. Po, kuptohet. A ka gjosa që LDK-ja të ndryshojë mendim në këtë oferta që po i bën ose ju kanë bërë nga liderit vendosur? Po realisht tash barra me qujt juridikisht barra e provës, këtë rast barra e zgjidhjes ose nkërqit është gjithmonë tek fituesi dhe qëndrimet koherente të LDK-s që nga fillimi deri tash janë të pamundura me u ndryshu në një kohë shumë të shkurtër, marrë për bazë që përballë po gjendet para një sjellje politike të një kryeministit të tyre që po bën edhe shkelje në kuptimin edhe të mbajtjes së dy detyra që është ilegjitime dhe për këtë kemi ngritur edhe kallëzime penale, do të shohim tutje se si do të lëvizet. Por që do të shihet deri në fund, nuk mund t'jap një mendim, nuk mund t'jap një mendim. Ka deklaruar, nëse nuk gaboj, Blerim Goshin politiku ka deklaruar që shumë shpejt mund të ketë një koalicion me zëvët LDK-s, Lutfi Aziri tjetë... Por realisht tash nëse flasim në parem, këtu janë parti dhe brenda këtyre partive duhet gjendet zgjidhje, sepse pastaj edhe populli po gjykon pse nuk po mirën e vesh, kur jemi një komunitet shumicë... Sinole pozitive këto? Jo, në këtë rast është e mira ajo, por qëndrimet individuale nuk më kuptojnë që janë qëndrimet e partisë. Qëndrimet e partisë janë ato që merren në këshill dhe në kryesi, por që reflektimet pastaj prej mbështetasi edhe lideri vinë në një aspekt kur gjithçka duket e pamundur, e që nuk duhet të nënkuptohet si një lloj nënshtrimi ndaj një oferte ose kërkese të një partie ose individi, por si një zgjidhje për të vazhduar tutje me themi me qeverisjen, e që në këtë rast zotëri Abdixhiku se desha të harroj për pak, e ka dhënë opsionin e tij, pra një qeveri tranzicionale deri në zgjidhje me gjitha partitë shqiptare dhe pastaj detyrimisht do të shkojmë sipas gjitha gjasave se si është projeksioni numerik dhe mënyra si po funksionon numrat në Kosovë në kuptimin politik, detyrimisht në vitin e ardhshëm sigurisht se do të ketë zgjedhjen pa mundësinë e zgjedhjes së presidentës në numrat që i kërkon 80+1, sepse kur shpejemi në gjendje të kemi në fakt të ketë partia të siguroj fituese, sepse ajo gjithmonë do të jetë ajo që do ta propozoj kryekovendarin, të ketë 61, do të jetë e pamundur pastaj të kemi edhe 81 të tillë. Donat mos harrojnë që determinuesja në zgjedhjet edhe koha kur mohen zgjedhjet. Sakt. Do të thonë ç'kjo periudha nëse mohen gjatë verës, se thashë edhe më herët mund të qenë shumë e rrezikshme. Se unë shoh edhe një lloj me këtë po e përmbyll se pak u zgjota, për shoh një tentativë që të kemi dy parë zgjedhjen në kohë, por që kjo është e pamundur, sepse pastaj zgjedhjet për kuvendin janë të jashtëzakonshme dhe afati është më i shkurtër, ndërsa zgjedhjet për lokale